Do të ishte pikërisht një celular BlackBerry, simboli i sigurisë dhe komunikimit koduar, që do të vendoste zëvendës kryeministren Belinda Balluku përballë drejtësisë. Ndoshta me bindjen se ky aparat i papërgjuar nuk do t'i tradhtonte kurrë. Aty janë zhvilluar biseda që sot po rezultojnë thelbësore për hetimin e tunelit të Llogaras nga prokuroria e posaçme SPAK. Sipas dosjes së SPAK, komunikimet me zëvendës kryeministres Balluku dhe ish-kreu të autoritetit rrugor shqiptar Erviz Berberi janë zbuluar përmes telefonit BlackBerry të këtij të fundit, tashmë të sekuestruar. Pajisja e njohur dikur si ndër më të sigurtat për ruajtjen e komunikimeve konfidenciale ka rezultuar burimi kryesor i provave. Ky detaj është bërë publik nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili ka kallëzuar vetë në SPAK numrin 2 të qeverisë, tashmë të pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Në atë periudhë, tenderi i parë për ndërtimin e tunelit të Llogaras ishte ende i hapur. Kompania Gjoka kishte dhënë ofertën më të ulët prej 140 milionë eurosh, por gara u anulua pak muaj më vonë. Në tenderin e dytë fitues rezultoi bashkimi i operatorëve turq me ofertën 170 milionë euro pa TVSH. Në dosjen e timore, SPAK përshkrua në detaje mënyrën se si janë nxjerrë mesazhet nga aparati BlackBerry i sekuestruar Erviz Berberit. Në lidhje me këtë veprim të njësisë së prokurimit nga akti i ekspertimit numër 195 datë 26 shtator 2024 të aparatit celular BlackBerry, të sekuestruar shtetësitë e Erviz Berberi nga nxjerrja e të dhënave teknike kompjuterike që përmban ky aparat celular, kanë rezultuar komunikimet nëpërmjet shtetësitë Erviz Berberi dhe Belinda Balluku si më poshtë. Në datën 26 janar 2021, në orën 12:25 minuta, shtetësja Belinda Balluku i dërgon shtetësitë Erviz Berberi mesazhin: një pyetje. Në orën 12:25 Erviz Berberi: po. Në orën 12:26 minuta Belinda Balluku: kemi ndryshuar ne tek tuneli eksperiencën e objekteve të ngjashme nga 5 në 3 vite? Në orën 12:26 minuta Erviz Berberi: kërkoj plumbi të jetë 3 nga 5 vitet e fundit. Në orën 12:27 minuta Belinda Balluku: po ç'ne, kush e bëri kërkesën e KPP-s? Në orën 12:27 minuta deri në orën 12:31 minuta Erviz Berberi: në KPP çfarë kërkese është bërë patëm në datë 30 dhjetor me artën dhe plumbin? Ai kërkoi që të jetë 3 nga 5 vitet e fundit. Te takimi që sipas VKM-s eksperienca duhet kërkuar 3 vitet e fundit, ndërkohë që ai se kishte dhe lam 3 nga 5 vitet e fundit, po Arta më tha që e kishte diskutuar përpara takimit me plumbin këtë gjë me ty. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku dhe 5 vartës të saj janë tashmë të pandehur për veprën penale shkelja barazisë o pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, në lidhje me kontratën e ndërtimit të tunelit strategjik të Llogaras, një projekt që duket se po kthehet në një test serioz për integritetin e qeverisë shqiptare. Belinda Balluku, viktima politike e radhës e goditur nga drejtësia apo një SPAK që po tenton të hetojë një çështje që vërtet është për tu hetuar? Te kolegu jot përpara një 3 ditësh Red Varaku kam thënë këtë fjali dhe duke qenë se unë nuk ndryshoj shumë në mënyrën dhe në gjuhën time, SPAK-u po tallet me shqiptarët kur vjen puna te Belinda Balluku dhe kjo është një tallje e madhe. Po flas sot, sonte. Çfarë do ndodhin pas 2 javësh, do ta them, pas 2 javësh, 1 muaj apo disa muajsh, unë këtë nuk jam në kokën e Dritan Premçit, po unë di them domethënë që bazuar tek ato që fliten në media për zonjën Balluku dhe tek ato çfarë kanë dalë sot në përgjimet gjithandej në mediat shqiptare në raport me Belinda Balluku, në raport me atë celularin e zotit Erviz Berberi, për cilën prap po ta ritheksoj, jo sepse po kam shpikur rrotën, po përpara 2 javësh ta thash. Indicia e vetme dhe prova më kryesore që kanë pasur prokurorët e SPAK-ut ka qenë zbardhja e përgjimeve e celularit të Erviz Berberit. Po celulari Erviz Berberit ka 2 vjet në SPAK. Jo 2 ditë, 2 vjet. Në rregull? Dhe mua më bën çudi, po nuk po e merr me 2 vjet, po 6 muaj ka. Ka 6 muaj. Dhe unë nuk e kuptoj domethënë se çfarë është pritur deri tani. Të akuzosh sot Belinda Ballukun për tendera publik është të tallesh, kuptimin e mirë fill fjalës, me shqiptarët. A nuk do duhet akuzuar për shkak në rastin konkret, meqense është një çështje faktike tunelit Llogaras, ti po thuaj që mos ta ngrem fare si akuzë, apo do duhet shumë diçka më të madhe se kjo? Po tani nëse ti më thua mua, në bazë edhe të përgjimeve po flas, që zonja Balluku pas ka thjesht pas ka ndërhyrë në një tender, po kjo është tallje pastaj mbrapa. Ne këtu i kemi ngritur grup të strukturuar kriminal
Ilir Beqajt për 3 persona. Ne këtu kemi ngëquar për grup të strukturuar kriminal njerëz që janë marrë me kanabis. Ne këtu, më ndihmon prokurori këtu, kemi quar ca plaka dhe ca pleq për ato fermat e Roskovecit me kanabis. I kemi quar për grup të strukturuar kriminal. Atëherë, këtu të këni Llogaras, në bazë të asaj që ka nxjerrë vetë Spaku, janë të paktën 6 persona, të paktën 6 deri tani, për të cilët Spaku vetë e ka deklaruar që ka nisur janë në rentehim ose të marrë të panderur si zonja Balluku. Pra nuk janë 3, janë 6. Atëherë si është e mundur domethënë që nuk kemi këtu te kjo çështje, nuk kemi grup të strukturuar kriminal? E dyta, ti po flet për implikim në një tender i cili shkoi nga 140 milion euro në 190 e kusur milion euro. Pra, ke një dem ekonomik i cili shkon mbi 50 milion euro. Janë parat shqiptarëve ato, që kanë shkuar me urdhër të zonjës Balluku nga Andi te Nardi. Dhe ti ke këtu implikuar edhe kompaninë e mbikëqyrjes, e cila do duhet të mbikëqyrte të gjithë këtë kontratë, për mënyrën se si ajo do duhet ta adresonte mirëmbajtjen ose mbarvajtjen e punimeve. Po kjo është një tjetër gjë. Prit, se kjo është shumë e rëndësishme. Jo, mbikëqyrja është shumë e rëndësishme. Po pra, prit, se duhet ta po mundon ta them sa më qetë që ta kuptojnë të tjerët. Nuk është se ta kuptosh ti e di se për çfarë po flas. Dhe e treta, në Republikën e Shqipërisë teorikisht nuk ndërton dot një garth dhe nuk të vjen ty me vrap inspektori i lagjes, i IKMT-s, sepse ne jemi popull spion. E kemi të trashëguar nga regjimi komunist këtë, ne spionojmë gruan krevat, e jo më komshiun, e jo më lagjen, e kemi në ADN-n ton, dhe si është e mundur domethënë që ti i ndërton një vepër kaq të madhe, 100 e kusur milion euro, pa leje ndërtimi. Kjo i ban përshtypje Spakut? Ishte dhënë një vit me vonesë nga kur është shpallur tenderi? Ka përshtypjen 2022 ishte një miratimi lejes ndërtimit? Leja është zbardhur në 28 maj 2025. Për ata që kanë një pas zgjedhjeve të vit? 28 maj 2025. Po 2 javë mbas zgjedhjeve. Më lër Ervin duhet të më mirë kuptosh sepse po të marr kohën e nevojshme. Unë thjesht informacione jot po pasuroj kjo këtu që unë s'arri do t'ja çoj atje, po ta s'ka problema, jep se e referoj unë. Kjo është 28 maj 2025. 28 maj 2025 është firma. Okej, e drejtorisë. Po, thuaj emrin. Drejtori i Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, Adelaida Roka. Okej. Tani është merituar leje, po. Është merituar leje. Për mbi këtë lejen këtu, po ta shikosh, është emri i zotit Edi Rama si kryeministër dhe zonjës Belinda Balluku si ministre e linjes. 28 maj 2025. Ishte prerë riti për tunelin e Llogaras. Tani, në qoftë se ka njeri në Republikën e Shqipërisë, si mua më thot, që unë mund të ndërtoj në këtë vend pa u zbardhur leja e ndërtimit, ma thoni sepse duhet të çmendem realisht këtu pastaj. Tani, thën kjo. Qa shton të hetimi kjo për shumë dhe ku shpreket nga një hetimi mirëfillt nëse është ndërtuar një vepër infrastrukturore e rëndësisë veçantë në vendin ton, pa një leje ndërtimi. Unë nuk jam prokuror, unë jam avokat, edhe ditë flas vetëm në këtë lloj stature. Kimisht do Pius Karanxhu për. Por ama ditë të them një gjë. Që është kjo vepër penale dhe nuk po flas për shpërdorim. Sepse kur e para në këtë lloj konteksti duket sikur kjo zonja Balluku ka shpërdoruar detyrën. Jo. Shpërdorimi i detyrës është 99.99% korrupsion pasiv. Kjo vepër penale, për mendimin tim nga kodi penal duhet hequr fare. Shpërdorimi i detyrës është alibia që të mos lodhet prokurori. Ideja është shkelje barazisë në tendrave nuk është ende shpërdorim detyra. Kjo më shkelje barazisë në tendra vjedhje. Se përsa e ke shkelur ti barazinë në tendra, ja ke dhënë Nardit, por nuk e ke dhënë Andit. Çfarë ka krijuar kjo shkelje barazisë në tendra? Çfarë ka krijuar 50 milion euro dëm ekonomik? Ku ka shkuar këto 50 milion euro?
Se për këtë po flasim Kam pyetje, do të pyes edhe për ato. Këtë po flasim. Pra, duke qenë se më pyete dhe po i rikthem pyetjes, çfarë po bën Spaku? Të gjithë ata që gjatë gjithë kësaj periudhe kohore i kanë vendosur spaletat e jashtëzakonshme Dritan Prençit, edhe për te fakti domethënë që ai mund të ketë pasur presione bla 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 historia të këtija që mua s'më bëjnë përshtypje këto, fare, sepse ti ke pranuar bësh prokurori i Spakut. Është kjo normale që të ketë presion thua, ëh? S'më intereson fare. Okej. A se ha presionin dot. Hik marr. Hapi rrugën se e bën dikush tjetër. Nuk ka kuptim fare mua të më thotë domethënë kjo historia që shiko se jetë bërë presion që është o e bën një punë ose nuk e bën. O e çon një çështje gjyqësore drejt, ashtu po siç është, ose nuk e bën. Ti s'mundesh domethënë 30 herë kam thënë dhe 300 herë të tjera do ta them. U mbars mali dhe polli 1000. Okej. Ky është fakti konkret në raport me Belinda Ballukun. Do kthehem sërish. Dhe nuk ka, dhe më fal, edhe e fundit edhe kjo këtu në. Jo, e fundit s'është sepse. Dhe nuk ka të krahasuar po fare me Erion Veliajn. E di si duket Erion Veliaj krahasuar me Më i vogël po më thua. Po çfarë thua, më mikroskopik. Okej. Faleminderit. I shkon Spak deri në fund kësaj historie Karanxha dhe çfarë ndodh? Sepse në kushtet aktuale kemi vetëm shkelje të barazisë në tendra, për të dhënë vetëm le të themi komunikimin të akuzës. Çfarë ndodh më tej? Pasurohet kjo me të tjera akuza si çështje? Neve, nga dhënat që kemi marrë, po hetohen 3 procedime bashkë. Çka do thotë në këtë fazë të hetimit, jemi në mes procedimit dhe procedimi akoma nuk ka mbaruar. Por nga dhënat që dolën sot në media, del fare qartë që këtu s'ka pasur tender. Pra nuk ka tender që të kemi shkelje barazisë në tender, mund të qenë tender formal, sepse leja është dhënë 2025 që ka dalë leja. Pra këtu kemi një sër veprimesh në koordinim me njëra tjetrën, të cilat tregojnë që është vepër tjetër penale, nuk është në shkelje barazisë në tender. Sepse këto e kanë përsaktuar gjithë, sepse shkelje barazisë në tender, domethënë kur ke një tender që favorizon një kompani në raport me një tjetër, por këtu nga dhënë del se s'ka pas fare tender. Pra tenderi është kot. Pra qëllimi është që të rritet shuma e bërjes së objektit dhe këto lek paksohen nga buxheti i shtetit. Pra, nga 140 ka shku 190. E 7. E 97, 200 e marrim e Rumulla Kosim. Tani problemi kush është? Është marrë mbikëqyrësi punimeve. Ç'lidhje ka mbikëqyrësi punimeve? Se ti kishin marrë një tuaj që ti mbikëqyr. Mbikëqyrësi punimeve është shumë i rëndësishëm kur bëhet një objekt, sepse i plotson faturat me zërat e punimeve që kryen. Pra këta pse e kanë marrë, ka qenë të interesuar që ta marrin këtë. Dhe mbikëqyrësi punimeve, tendi i mbikëqyrësve lidhet në tërësi, duhet shkohet te rritja e shumës. Pra janë element të anës objektive të një vepre tjetër. Pra merr mbikëqyrësin e punimeve, këtu nuk ka tender fare, ti bën gjëra sikur ka tender, ndërkohë që qëllimi është paksimi i pasurisë shtetit. Po çfarë vepër penale është kjo? Mendoj. Unë do ta kem nxjerr edhe si kontekst, kam përshtypjen regjia të lutem nëse është kaluar nenin 135 nëse e keni aty, nëse është kaluar. Gjithsesi nëse nuk është kaluar, unë mund ta, okay. Nenin 135 vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën. Shtuar fjalë me ligjin numër 23. Le mos u lodh me ato. Është pjesa e dytë e nenit. Është pjesa e dytë e nenit? Ah, okay. Nuk po të ecësh lart, ajo është. Po, është pjesa. Ajo është neni. Po, s'prish po. Okej. Mirë, neni që atëre vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën. Ky është neni po. Po, ky është ky nen. Pse është ky nen? Se janë kryer një sër veprimesh në koordinancë dhe nga përgjime del se nuk ka qenë qëllim bërje tender, sepse tenderi kur që ai një që meriton e merr i dyti ose i teti, këtu nuk ka tender fare. Edhe qëllimi është paksimi pasur, kjo është shumë e qartë. Pra duhet kapemi te kjo. Po mirë, ne mund të shkojmë te kjo pa pasur një akuzë shpërdorim detyre njërë si fillim, se ne kemi vetëm shkelje të barazisë në tendra, pra cila është shpërdorimi i detyrës, mendoj, sepse duhet parë veprimet në tërësi. Shpërdorimi i detyrës është tek firma që është marrë datë 28/5/2025 dhe punimet që janë lënë pa leje. Ky episod përbën veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Po s'ka lidhje Balluku këtu. Po kjo është shpërdorim i detyrës, pra kjo e leje që është dhënë, pra të kemi parasysh firmën që është dhënë aty, kjo është vepër penale. Sepse duhet i marrim gjërat për atë që është. Pra mund diskutohet shpërdorimi i detyrës, varet, domethënë se ke një akt që duhet ta bëjë në 2021, e ka bën 2025. Kjo diskutohet, ha diskutim me, domethënë janë dy rryma. Ka falsifikim, sepse ti po jep dhëna 3 nëse kjo duhet ishte në 2021, por ti e bën duke pas vetë këtë detyrë, duke e bërë pas ti ke shpërdoruar detyrën. Është më mirë ta lesh fare se sa të vësh akte aty kur
Jo, se linte do të ata e vinë. Sepse do shkonte Adelaida Roka, do shkonte pastaj për përdorimi detyrës është dalja e lejes me vonesë. Tash diskutohet me falsifikimin e dokumenteve. Pra ti krijon akte që nuk i korrespondojnë realitetit. Falsifikimi mund të jetë në formë dhe në përmbajtje. Në formë dhe në përmbajtje ose me nënshkrime. Në rastin konkret është në përmbajtje, sepse përmbajtja nuk i rezulton realitetit të vitit 2023. Tani duhet kemi parasysh që më shqetësoj kjo, nëse është e vërtetë që telefoni ka 2 vjet i zbardhur, domethënë kjo është çështje që duhet të ishte procedurë më shpejt. Pra telefoni kanë ardhur ato mesazhet para 2 vjetësh, kjo duhet marrin. Telefoni është konfiskuar përpara se Elvis Bebes të shkonte në burg. Ideja është e tillë, nëse ka ardhur akti ekspertimit, ka qenë para 2 vjetësh, ka qenë dosje. Jo, nuk e di kur ka qenë, u di telefoni është vënës, po më nëma iqe 2, bëje 1. Po, tani bëje 6. Është çështje sepse duan marrë masa dhe e lidhin me Erion Velin. Pa e lidhin me Erion Velin, me ato shifrat e Erion Velin se çka ka bote, ndjekja me arrest. Dhe në këtë rast unë personalisht kam mendimin tim personal që zyrtarët e lartë mund të procedohen dhe në gjendje të lirë. Por me standardin e krijuar sot, se këto ka krijuar vetë të standard. Dhe për Erion Velin, po ta mbash mend, nart kam qenë që duhet të hetohet mas tjetër. Po me standardin 2 fish, se ky është standard 2 fish. Këtu 50 milionë euro në gjendje të lirë, këtu për veshmbathje me vlerë 950.000 euro, 1 milion euro, arrest në burg dhe deri në shkallët e gjykimit dhe hetim edhe në qeli. Tash është hetuar në qeli, është vënë për gjus berberit, pra se kjo është vepër e madhe. Pra kemi një hetim që i është qep tjetrit me bukë në çantë, dhe kemi një hetim tjetër që është vlerë shumë e madhe, se kjo është vlerë shumë e madhe. Te këto duhen shku forcat. Jemi dakord çdo vepër ka rrezikshmërinë e vet, por këtu janë 50 milion euro që mund të shërbojnë një investim tjetër. Dhe tash si është lënë kjo? 50 fish më shumë. Ka një gjë, domethënë kjo paga shumë kuptohet si paksimi i buxhetit të shtetit apo jo? Në parave të kontributit qytetar. Parat nga buxheti i shtetit, siç dihet, vijnë nga taksat e qytetarëve. Duke filluar nga ati që nuk e lejnë me një tezë që ti je i fiskalizuar, nuk e le atë me një tezë e tjerë. Pra, sepse qëllimi kush është? Bëhen këto tarë, bëhen investime që të bëhet jeta shqiptarëve më e mirë. Tani këto lekë që merren shkojnë në xhepat e personave dhe kjo është vjedhje duke shpërdoruar detyrën. Pra është vjedhje e pasës se ti po pakson pasurinë e shtetit dhe ke gjetë mekanizma nëpërmjet tendrave, nëpërmjet mbikëqyrësit të punimeve dhe janë një veprim, një tërësi veprimesh që bëhen me qëllim, sepse vepra vjedhja ka qëllimi paksimi pasurisë. Pra kush është qëllimi? Pra ke gjetur sepse këto lekë janë dhënë nga buxheti i shtetit, janë dhënë këto lekë me bokët rrugën. Pra, janë dhënë këto janë lekë të buxhetit, ti ke për detyrë ta administrosh. Ti duke gjetur mekanizma si që këto lekë të futen në xhep. Kjo është për vetë ose për persona tretë, se janë dhe persona tretë. Pra duhet parë dhe kompania fituese, çfarë lidhje ka. Sepse kjo është forma se si mund të kthehet. Domethënë që kthehet paraja te personi, sepse vjedhja mund bësh edhe për një person tjetër. Pra ti duhet pa roli. Pra roli bë për një tjetër, po s'është paksu pasuria këtu. Dhe janë veprime, mbikëqyrje punimeve ke ndërhyrë, se ti aty ti leshe mbikëqyrjen e punimeve. Regjia do të kemi 2 përgjigje publikuara nga Gazmend Bardhi, të paktën këto meqense janë bërë publike nga meqense është deputet dhe ne mund t'i kemi. Atëherë, Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbi bazën e kallëzimit të bërë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike përfaqësuar nga shtetësi Gazmend Bardhi më datë 12 shtator 2024 ka regjistruar procedimi penal numër 181 të vitit 2024 për veprën penale shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendra pa ankande publike, parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal. Duke qenë se ishte një fakt penal objektetimi në lidhje me procedurat e prokurimit me numër reference dhe numër reference tjetër me objekt ndërtimi tunelit Llogaras, në datë 20 shtator 2024 është vendosur bashkimi i procedimit penal numër 167 të vitit 2024 me procedimin penal numër 181 të vitit 2024 në një procedim penal të vetëm. Ato me numër 167 vit 2024 për veprën penale shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal. Atëherë, po nuk e mori dinjëri, nuk e mori një veçë. Janë bashkuar, pra 2 kallëzime janë bashkuar në një të vetëm. Po çfarë bëhet fjalë pra, se nuk po i thua atyre që po na shikojnë për çfarë bëhet fjalë. Thuaj, më ndihmo. Është tenderi, procedura e tenderit për procedura e tenderit të Llogaras dhe procedura mbikëqyrjes së tenderit të Llogaras. Okej, perfekt.
Kemi tjetrën, regjia të lutem? Do të kemi edhe një tjetër të kësaj. Atëre, ky është përgjimi, ka dalë përgjimi këtu, në lidhje me këtë veprim të njësisë së prokurimit nga akti i ekspertimit, aq ndata që kaq të aparatit celular BlackBerry, model BFF sekuestruar shtetësit e vizë berberi nga nxjerrja të dhënave teknike kompjuterike që përmban ky aparat celular, ka rezultuar komunikime ndërmjet shtetësit e vizë berberi dhe Belinda Balluku si më poshtë. Nëse regjia mund ta nxjerrë në ekran të madh kur ti lexoj, që të ketë mundësi edhe audiencia të shohin. Në datën 26 janar 2021 në orën 12:25, shtetësja Belinda Balluku i dërgon shtetësit e vizë berberi mesazh një pyetje, po i kthen berberi: kemi ndryshuar ne tek tuneli eksperiencën e objekteve të ngjashme nga 5 vite në 3, dhe berberi i përgjigjet: kërkoj plumbi të jetë 3 nga 5 vitet e fundit, dhe Balluku i thot: po shne, kush e bëri kërkesën në KPP? Atëre, në KPP çfarë kërkesa është bërë? Te takimi që patëm në datë 31 dhjetor me Artën dhe Plumbin, ai kërkoi që të jetë 3 nga 5 vitet e fundit, i thot berberi. Sipas VKM-s, eksperienca duhet kërkuar 3 vitet e fundit, ndërkohë që ai se kishte dhe lam 3 nga 5 vitet e fundit. Po Arta më tha që kishte diskutuar përpara takimit me Plumbin këtë gjë me ty. Tani, çfarë kastove tani? Ma thjeshto se unë e lodha audiencën me këtë. Po i thjesht kanë qepur tenderin sipas mizurës që ka pasur Plumbi. S'kishte eksperiencë 5 vite, kishte 3. Po, dhe një po të them tani, e marrë mend një tender që ndoli para nja 5-6 vite, se këta kanë fagma, këta specialistët, specialistët. Manovratori tha, jo të vetëm tha ti ishte 40 vjeç, kështu, po ta kishte edhe emrin Shaban. Është identike një të gjë. Shkon Plumbi dhe i thot Plumbi: shiko këtu, unë nuk i kam 5 vite eksperiencë punime të ngjashme, po kam 3. Kështu që uleni këtë që ta marrun tenderin. Kjo pra është këtë për këtë. Ky është hapi i parë që është bërë në këtë histori mendoj. Ore, këto 90% e tenderave bëhen kështu në Shqipëri. Janë bërë dhe bëhen. 90% e tenderave janë bërë dhe bëhen në këtë lloj mënyre në këtë vend. E kupton për çfarë po flasim apo sekondë? Pra ndërhyn, më falësh, se kam pas një debat të madh me 2 kolegë, të cilët i dhe atyra përmendën emrin pa pikë problemi, Arber Hita dhe Denis Mingën. Po, kolegët tanë. Po thas, po smerret tha ministra e infrastrukturës së linjës me tendera. Ja që është marrë me tender. Pullumi ti vije kapelja kështu, xhaketa ta ketë zezë, ta ketë numër 52, jo 48 se i ringusht. Ja pra. Për këtë po flasim ne. Na doli rryli fyti duke thonë domethënë që këta janë hajdut. S'ngjon njeri valla, çfarë ti bën ne tani? Çfarë ti the mund Dritan Premçit në rastin konkret? Ju sa se kupton më. Sa është një çitë më mirë se unë s'më përta. Prover spago. Nuk ka lidhje. Po flasim për gjëra ku këta vjedhin dhe nuk kanë frikë. Kjo është e frikshme në këtë vend më. Po me këtë që po mos spaku. Dhe duro prit se duhet të flas. Mos më ngacmo tani. Se kapi një temë shumë bukur vini këtu. Raportin midis Erion Veliajt edhe Belinda, dhe ti e di shumë se sa shumë e dua unë Erion Veliajt personalisht. E kam kuptuar këtu. Tani Spaku shkoi në gjykat dhe i kërkoi që Erion Veliajt ishte me patjetër në burg sepse prish prova. Helmonte provat, kështu është vendi. Po, Helmon kur thua ti duket sikur po. I mbaj më. Le mos u lodh. Prish provat sepse është një person në pushtet, bla 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 historia. Po më kur prish ka provat Erion Veliaj përveç mafjes se s'do ta prish gojen, e bashortes tia se pra ato po hetohet. Se po të hetohesh për 5 maj, për teatrin, për incineratorin, për lejet e ndërtimit, më the thash unë ja bëja kabull më burr. Po ai po hetohet përveç mafjet, për të brendshmet e gruas tia. Pse i ke bler një pal brek 200 euro sterlina? Okej, Kjo është më po. Edhe na ka lindë edhe kurioziteti, pse? Po pse tani se na ke futun bela me gra dhe bën shpita. Pris sekonda se po se është njerëz gjallë jemi ne burse nuk vim nga kozmosi. Tani ti Erion Veliaj i bën atë që i bën. More stër e meriton më. Po më kjo zonja Balluku ka më pak pushtet se Erion Veliaj? Jo, me pozicionin që ka shumë, sepse janë dhe 2 posta të rëndësishme, dhe zëvendës kryeministe për një kohë të gjatë dhe ministri i infrastrukturës. Mos më ndërhyj. Po të ndihmoj bisedën. Mos u lodh fare të më ndihmosh bisedën. Rri aty ku je. Rri aty. Okej. Belinda Balluku në këto 5 vitet e fundit, për shkak të ministrisë që mban, harxhon gjysmën e buxhetit të vjetor të këtij shteti.
Pra nëse buxheti është 8 miliard, 4 po thuaj. 4 i shkojnë ministrisë Ballukut. Sepse është ministria, nuk është se ka shkon Balluku. E qartë. Kërkon ka buxhet të madh ministri. Po. Tani o është e pushtetshme kjo njeri, o prish provat ky njeri, o nuk e di kush mund t'i prishin më. Nuk e di më, ma tregu kush. Reç Biberi Tropojën si prish provat, që është në arrest shtëpie. Kush i prish më? Se këta të luajnë mendsh më. Këta të luajnë mendsh. Tani do thot dikush, sepse kam pasi debat sot me një kolegun tim që nart po sa fusin dot brenda sepse ajo është me status deputeti. Po, po. Teorikisht dhe praktikisht ajo është deputete, duhet që ti të kalosh në një hallka procedurale për ta bërë. Po ti bëj punë detyrën tënde si prokuror më zotre. Të ndërmerret ti hapi. Po ti merr hapin, kryesor dhe çoja komisionit mandateve, çoja parlamentit, thua unë kërkoj arrestin e kësaj zonjës. Ose ndoshta vetëm e qenë imuniteti si fillim, se pastaj jo, kjo është ide. Kjo është çoja aty, sepse ti ajo duke qenë një person i zgjedhur, ti nuk e pezullon dot as nga detyra atë, sepse nuk lejohet të pezullohet me urdhër prokurorie një person i cili është i zgjedhur. E qartë. Okej, në rastin po ti bëhesh procedurën më zotëri nderuar. Për hir të transparencës, ajo nga prokuroria më çfarë drejtin jemër. Bëhe procedurën, çoja aty, pastaj le të bëj çfarë doj. Ja çon për shkelje të barazisë në tendra këta? Ore, nuk mund të çosh për shkelje të barazisë të rema, se po tallesh, tash një titër dhe një herë. Po tallem unë, shkoj. Ti po tallesh, tani nëse kjo që ti sapo citove pak më përpara. Është shkelje barazisë në tendra, atë ta lëm unë sonte ti ke fare dhe bëhem Ervinin, sepse pas është ofenduese pastaj për mua. Jo pak. Jo sa ashtu ofendojmë dhe Ervinin, ne ofendojmë dhe unë. Jo, nuk e kisha në atë. Kuptova kontekstin e gjës, po prandaj dhe unë për të ndoshta për ta ndezur bisedën në raport me. Po nuk e mua kjo është, domethënë edhe me dash mos më undes. Ndizesh vet. Po ndizesh mos domethënë ti njeriu. Ore, kuptoni se për çfarë po flasim? Ka ndalë sot përgjime që kjo kryeministri i vendit e thot palloshi i gjatë. Ai të po shkoj te ai palloshi i gjatë. Më kalon me tjetër. Ka ndalë përgjime të tjera sot ku ajo e bullizon me shprehje të cilat domethënë në datën 1 tetor 2021 në orën 10:52 shtetasia e Viz Berberi i dërgon shtetases Belinda Balluku mesazhin. Okej, për pak nxjerr tunelin dhe pak. Pra, kur thot pak është publikimi i tenderit. Në orën 10:53 Belinda Balluku i thot prit. E Viz Berberi për tunelin okej, po, priti çoj fjalën atij thot. Ati ku që kërcënon me SMS. Okej, nxirre tunelin i thot Balluku, okej, për pak i thot Berberi dhe thot në orën 4 pas dite, 4:06 minuta pas dite, tuneli u nxor sapo thot Berberi. Tani kush është ky që kërcënon me SMS? Më kap kamera këtu. Të kap kamera aty. Mas i kërkoj shumë. Nuk e them. Unë e them për audiencën. Këtu është kryetur diçka super bullizuese, të cilën për hir të transparencës juve e keni sfumuar. E kemi sfumuar, patjetër se kjo është gjuha e numri 2 të shtetit shqiptar kundrejt numri 1 të shtetit shqiptar. Ja kjo është. Ajo është për kryeministin po thua. Po pse për kryeministin është? Unë s'pa pjesë aty. Se neve jemi të shkurtër, si më gjatë. Jo, pa është tjetër fjalë jo. Jo. Po i them se ti të lo fare tani. Po i thot, po priti çoj fjalën atij që kërcënon me SMS. Po kush ka mendere në këtë vend të kërcënojë me SMS e Belinda Balluku përveç palloshit gjatë? Karanja. Ka shumë gjasa që diet Bayram Begaj. Okej. Ose tjetër roje karburantit këtu te tegu. Okej, të rrim domethënë tek linja e timit që s'pak do duhet kishte ndjekur. Nuk për sa i përket që ju thatë që do duhet jetojë në një masë sigurie, apo jo është një tjetër çështje. Mua çështja që cilën unë kërkoj ta parashtroj këtu lidhet në raport me këto vepra penale që tham. Referuar këtyre përgjimeve, le të themi komunikimeve të cilat tashmë janë bërë publike, duhet theksuar që ky është marrë nga ana e kam përshtypjen e ka nxjerr ish kryeministri Berisha në Facebook se nuk mund të publikojmë paktën ato nga dosja për të qenë korrekt. Si do ishte Dorava Karanja si ish prokuror që ti do hetoje dhe do ngrije veprat penale me radhë dhe për të lexuar dhe neni se arrita ta siguroj. Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën thot
Vjedhja e pasurisë e kryer nga personi që ka për detyrë ta ruaj dhe ta administrojë atë, apo duke shpërdoruar detyrën, dënohet me burgim gjerë në 10 vjet. Por nuk e thot sa nga sa, kur thot gjerë në 10 vjet, çfarë do të thotë? Fillon sepse në pjesën e përgjithshme të kodit penale dhe për kundërvajtjet penale dhe për krimet parashikohet është nga 10 ditë, pra 10 ditë është minimale deri në 10 vjet. Se kjo është pjesë e kodit penal. Madje se po flasim edhe pak për kodin e ri, vetëm një rresht. Kodi penal është shumë i saktë. I jetë sakta. Pra, këtishe me kodin rik të s'do e mersh e vesh se sa është. Kurse pjesë e përgjithshme e përcakton qartë. Sa është masë dënimi për kundërvajtje, sa është për krime. Po, shumë shkurt të sqarova. Okej, perfekt. Si do ta rendisje akuzat këtu? Mi thuaj me radhë. Domethënë, a do të rendisje të gjitha njerëz? Duke qenë korrekt. Grupin e strukturuar kriminal do e fusë Jemi korrekt se është çështje në hetim. Pra, duhet edhe kjo korrektësi se kjo akuzë është rrit aktualisht mbas ne 34 të kodit procedurës penale kemi një akuzë zyrtare vetëm për shkeljen parazisë tendera. Okej. Qofse faktet gjatë rrugës ndryshojnë, mund të rëndohet akuza. Shtohen fakte të reja, thritet prapë dhe i njoftohet akuza. Pyetja është këto fakte ndryshojnë të akuzë aktuale apo jo? Siç ta shpjegova, tu tregohet që nuk ka tender fare, pra çdo gjë është fiktiv. Okej, u krye? Bro, më thonë, duhem pyet dhe pjesëmarrësit tenderor, keni çu letër apo jo, se bova ki që ti kanë çu dhe letrat vet fare, domos s'ka fare tender. Sepse gjëri sa anullimi i tenderit parë dhe shkurat e tenderit dytë me një shifër 50 milionë euro plus 50 më të lartë tregon që këtu, domethënë, paksimi i pasurisë tash edhe një është vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën. Këto lek janë lekët e parave të popullit, se në thelb buxheti i shtetit nuk janë pronë private e persona, janë para e popullit. Ti në këtë formë e ke për vetë tash ose për persona tretë. Pra është gjetë një lloj mekanizmi i tillë i sofistikuar, duke futur lloj dhe mbikëqyrjen e punimeve, se kanë ndërhyrë te mbikëqyrësi i punimeve, se ky është qëllimi. Është ndërhyrë te mbikëqyrësi i punimeve që ti kenë punimet aty dhe ti bëjnë zërat e punimeve si duan. Prandaj edhe tuneli i Llogaras sot kërkon një ekspertim të paanshme nga ekspert huaj që të verifikohen punimet dhe cilësia e tyre. Sepse siç e tham dhe para që kemi qenë një emision tjetër, kur ka qenë dhe Premçi. Ne jemi vend i varfër. Nuk kemi luksin, nuk kemi luksin ne t'i bëjmë nga 2 herë këto vepra. Nëse kjo duhet verifikuar një që të bëhet tuneli i Llogaras bëhet si mas projektit dhe të bëhet cilësor. Jo të bëhet shtrema dhe edhe parat merren dhe është cilësi e dobët. Dhe është jasha vetëm një nga ato tunele. Të ta ndihmoj për një gjë. Pjesë nga dosja. Se ky do filloj pas së tash. Belinda Balluku, duke qenë në cilësinë e ministrit të infrastrukturës dhe energjisë, donse kishte deleguar formalisht përgjegjësitë e titullarit të autoritetit kontraktor tek sekretari i përgjithshëm i ministrisë, shtetësja Viola Haxhiademi, ka ndjekur dhe orientuar në vijimësi procedurën e këtij provimi publik në fazën përgatitore, zhvillimin e procedurës, në fazën e dorësimit dhe vlerësimit të ofertave deri në momentin e lidhjes së kontratës me operatorin ekonomik fitues. Kjo tregon një kujdes të zëvendës të ministrës për mënyrën se si. Kujdes. Po. Kështu e cilësoj. Domethënë edhe Pamela nuk do ta thoshte dot këtë që sapo the ti. Pamela, për ata që se dinë, është motra e Belindës. Që kanë përshtypjen do të jetë avokatin në këtë rast apo nuk është cilësuar? Ma bëj pyetje pasi të marrë vini. Okej, mirë.